Vëgjerisht të dashur, mirë se erdhët në leximin e juaj të radhës nga unë Diana, letra trofejnë. Letra që kam hapur për ju janë 8 të monedhës, që është kjo këtu, asi i shkopive, drejtësia dhe mbretëresha e shkopive. Në pamje të përgjithshme kur shikojmë letrat, ky lexim tregon për një virgjëresh të dashur që të them po del nga rutina e vjetër dhe po hyn në një fazë ku puna, vendimi dhe vetbesimi bashkohen. E ardhmja nuk vjen si fat i rastësishëm këtu të dashur virgjëresha, por si rezultati drejt i asaj që ke bërë dhe asaj që vendos tani. 8 të monedhës të dashur virgjëresha, ke punuar shumë, absolutisht, virgjëreshat janë të njohura për këtë gjë, ke punuar shumë, ndoshta më shumë se të tjerët që kam parë, e ardhmja e afërt tregon për përmirësim konkret, por vetëm sepse ti nuk u dorëzove. Vazhdo të përqendrohesh në një gjë të dashur virgjëresha. Perfekcionizmi yt është forcë vetëm kur nuk të bllokon. Do thotë që mos të fiksohemi, siç e kemi zakon, në një gjë, por ta përdorim këtë perfekcionizëm si forcë, dhe guxim që të mos bllokojmë veten tonë. Asi i shkopive, shkëndija të reja, dhe kjo më pëlqen të dashur virgjëresha, më pëlqen një ide, një dëshirë, një nxitje për të nisur diçka ndryshe, gjëra të reja, është as. Për ndryshe nga herët e tjera, këtë herë je më e guximshme, më sikur s'të bëhet vonë, do t'ja dal. Mos e analizosh apo mos të analizosh pafund. Nëse ndjen zjarrin, provoje, gabimet rregullohen, mos veprimi jo. Nëse ndjen diçka, bëje dhe mos u frikso, nga që nuk mund të dalë ashtu. Kemi problem perfekcionizmin. Drejtësia, që justice, vendimi drejt. Kire të flet për balancë, përgjegjësi dhe të vërteta. E ardhmja të vë përpara një zgjedhje ku nuk ka më zona gri, do thot ajo ku duhet të jeni. Çfarë jep, merr, çfarë shmang të kthehet mbrapsht. Vepro drejt edhe kur askush nuk të sheh. Nga që karma nuk fle gjumë, të dashur virgjëresha. Dhe mbretëresha e shkopive, që nga vetë fotoja duket të dashur, vetbesimi që del në pahë. Një sikur fitore, do ta thosha. Kjo është virgjëresha në versionin e saj më të fortë. E sigurt, e ngrohtë dhe magnetike absolutisht. E ardhmja të shet duke marrë hapësirë dhe duke u ndjerë mirë në lëkurën tënde. Ndalosën në vlerësuar i vetën. Ti nuk je shumë, je saktësisht atë sa duhet. Të dashur virgjëresha, pra, e ardhmja jote ndërtohet kur puna jote takohet me guximin, ta them kështu, dhe vendimin e drejtë. Ti nuk ke nevojë për leje apo për të shkëlqyer, nga që shkëlqeni gjithmonë. Kur ndalon së dyshuari në vlerën tënde, aty është guximi, aty është të veprosh drejt. Gjithçka fillon të funksjonojë në momentin kur ndalon së dyshuari në vendimet dhe mendimet e tuaja, e dashur virgjëresh.